Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të ndodhë diçka konkrete në jetën tuaj brenda një periudhe 72 orë. Pra, të ndodhë diçka konkrete brenda 3 ditë. Diçka konkrete në jetën tuaj. Do ta shikojmë na të tarotën. Një lajm nga ky princ vjen drejt jush. Për kjo diçka konkrete, për të shprehur dashurinë që ka për ju, pasionin dhe çdo gjë serioze që ka në drejtimin tuaj. Për të sjellë këtë kapitull të ri, pra do të bëj një kapitull të ri me ju, pra të krijoj një kapitull të ri nga zero. Shumë krenar. Ky mbrohet, ky kapitull i që ju do të bëni në jetën tuaj mbrohet nga ky ëndër mbrojtës, që është një drejtësi në këtë marrëdhënie, pra është një gjë diçka e drejtë kjo marrëdhënie që keni. Mediton dhe është pak i menduar, me ne pa gjumë, që kjo histori juaja të ketë një sukses, pra të ketë një diçka konkrete. Ky kalorës i shkopimve tregon që ky person është një person që do të bëjë diçka konkrete, pra do të realizoj me ju, femrën e tij të fshehtë, këtë histori dashurie. Pra ta realizojë dhe ç'bën, largohet nga vendi ku është dhe bën këtë ndryshim në historinë e tij. Dhjeta e monedhave tregon ndryshimin, diçka konkrete që ky person bën në jetën tuaj. Kjo kurrë, në të qiell të pastër e rrethuar me njerëz pozitiv, tregon atë gjë konkrete që do të realizojë ky person në jetën e tij. Ky do ketë një kurrë të mbushur plot me bollëk dhe me njerëz pozitiv. Me kë rezonon kjo histori e bukur dashurie? Kjo diçka konkrete që do të ndodhë. Me kë rezonon? Me gërmën A, me gërmën N, gërmën Sh, gërmën S, gërmën O, N, gërmën R, M, Q, D, Q, V, Z, I dhe H. Kurse me gërmat, me shenjat, me akrepin, me dashin, me gaforen, me britjapin, me peshqit, me peshoren, me denin dhe me ujorin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.